të presidentit. Personalisht kështu si obligim moral, po them edhe? Po, edhe si obligim moral, por une një kohë gjatë kam shërby si gazetar, por edhe si diplomat. Edhe kam pas shumë kontakte edhe me diplomat Gjerman, Amerikan, Francez dhe të shteteve të tjera. Dhe po, une kam di edhe si goditje jo vetëm personale, po dhe ndaj shtetit Kosovës. Sepse, çka ka ndodhur aty Resul është që populli i Kosovës, sidomos presidenti tha që ka qenë njeriu më lojal i Perëndimit. Ka qenë njeriu më bashkëpunëtor i Perëndimit. Ka qenë njeriu më bashkëpunues i Perëndimit. Dhe ky bashkëpunim e ka sjellë edhe Kosovën këtu ku jem. E ka bë të lirë, të pavarur, sovran me krejt të institucione të cilat sot i gëzojmë. Dhe ajo çfarë ka ndodhur atij, po përmes tij dhe shtetit të Kosovës, ka qenë një thik pas shpine nga perspektiva ime, edhe e një pjesë të bashkësisë ndërkombëtare, sepse Kosova është storia e vetme e suksesit në 30 vjetët e fundit edhe e bashkësisë ndërkombëtare. Nuk është vetëm e jona, po shiko konfliktet në botë. I vetmi konflikt dhe luftë që është zgjedh, e vetmi konflikt dhe luftë ku Kosova është bërë pavarur, ka shtete, respekton minoritetet, ka një kushtetut ma moderne se plot shtete skandinave. Këtë e kemi arrit në bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare. Dhe prej ditës parë, për mu ka qenë e qartë që unë kom marrë me këtë punë, por nuk kam qenë vetëm unë. Edhe sot Resul dua t'i falenderoj plot njerëz. Unë jam fytyra e shumë njerëzve që kanë bërë 100 herë ma shumë se unë, me 1000 herë ma shumë se unë për kretë UÇK-s. Ki njerëz prej diaspore që në çdo seancë u shku. E ka lënë fëmijën, e ka lënë familjen, u shku sarë ka pas seancë, u shku u vizatu aty në galeri dhe ka përcjell. Edhe jo ndashta me përcjell aty, po veç ka shku për me u solidarizu. Keni njerëz si miku në Hektore që ka shku me 100 herë, ka dërgu njerëz atje. Mandej, ki njerëz të ekipit presidentit, miqtë mi i shqiptar që kanë bërë një punë të përditshme dhe të jashtë zakonshme. Ki njerëz mrena partive politike që kanë bërë një punë, pra ka shumë heron të pakëndur që thojnë, edhe une jam vetëm fytyra e krejt atyre, sepse ata nuk kanë dalë me folë, nuk kanë dalë me qenë zëshëm, po kanë bërë punë shumë atë mëdha se sa une. Edhe unë sot jam mirënjohës ndaj tyre, po mbi gjitha, Resul, jam shumë krenar dhe mirënjohës ndaj gjithë familjeve, edhe të presidentit Thaçi, edhe të Kadri Veselit, Jakub Krasiqit, Recep Selimit, Ujkut, Calit, Bashkimit, Fadilit, Topit, dhe gjithë tjerëve që kanë kalu këtë proces shumë të rëndë, dhe këto familje gjithë këtë periudhë e kanë kaluar me shumë dignitet, me shumë forcë, edhe unë e besoj që ata nesër, bashkë me gjithë qytetarët e Kosovës do t'jenë në shesh, duke i bashkuar një marshi ndër më të mëdhenj në historinë e Kosovës. Artan, faleminderit shumë që ishe sonte për të biseduar për këtë tematik, kënaqësi. Faleminderit shumë, jam shumë mirënjohës edhe për hapësirën, edhe për gjitha media që kanë raportuar për gjyqin e Hagë.